protestë që ka bërë shoqëria civile pa praninë e politikës ka qenë vetëm kundër armëve kimike në Tiranë, që të lasëm hapur, e vetmja protestë. Dhe gjithë të vite ka qenë vetëm protesta për kundër armëve kimike, armëve kimike në Shqipëri. Pra, ku janë bashkuar të majtë... Shoqëria civile është edhe student. Po për çmimet, për rritjen e çmimit, a nuk ishte shoqëria civile? Jam dakord, apo thoni për protestë? Po për protestë. Unë po flas protestë. Ka pas pjesë madhe. Po një minutë se është protestë, kjo, unë po them për veten, unë e quaj vetëm protestë, unë quaj atë të armëve kimike, ku ka marrë pjesë edhe vet. Pra, nuk duhet që fëmijët e mi të helmohen për shkak të negociata që bëri shteti natkor, nëse s'ka rëndësi të bie shkurt. Atëherë, data 20 shkurt, ta thash, Partia Demokratike është në drejtën e vet që të mbledh forcat dhe të angazhohet të mbledh gjithë faktorët politik opozitar. Të marrë nga shoqëria civile është drejta e saj sepse ka 12 vite në opozit. Tani ka caktuar datën 20 shkurt. Kjo data 20 shkurt më kujton një gjë shumë bukur. Pra 35 vite është zgjuar busti Enver Hoxhës. Po. Mos më rrit lutem. Ka një lloj simbolike. Pra ka një lloj simbolike. Dhe caktimi datës. Dakor, po. E ka një lloj simbolike. Armiri përmendi që thotë marrja e sheshit. Unë besoj që në Partinë Demokratike, në momentin që merr sheshin, flasim, atëherë aty klapaj, duhet bëhet pjesë e sheshit, nuk është turp. Ose gjej një shesh tjetër. Mendimi im, unë po jap mendimin tim. Jo, s'ka nevojë pse të gjej shesh tjetër. Jo. S'ka nevojë të gjej shesh tjetër. Po spostohet ai gjithmonë kur vjen. Agron Shehaj besoj që ka vendin edhe ai aty. Ai nuk bashkohet me Berishën. Kështu deklaron. Pak natësi. Po më mirë, shumë kanë deklaruar, sa kanë deklaruar kështu e janë. Kemë them çfarë thot. Tani shiko. Nëse me hyrjet e perspektivës politike në Shqipëri, me Ilir Metën e me Berishën me Ramën me Metën, e diti pastaj dalim. Berishën me Ramën? Shkojmë mes. Berishën me Ramën, jo. Po Berishën me Ramën, Berisha me Metën, Basha me Ramën, sa dush. Basha me Ramën, okej. Berisha me Ramën, jo. Po ka qenë jo, sepse kjo është teoria që përdorin këta skeptikët edhe analistët. Basha me Ramën, je dakord? Basha me Ramën jam shumë dakord. Ja ta heq Berishën. Berisha me Metën. 2009, okej. Pra, po të hyjmë gjithë kësaj retrospektives, ne sa herë kemi thënë që kur jemi bashkuar në fund. Për interesat e tyre politike e din vetë ata. Po unë them që nëse Adriati Klapaj dhe Shehaj kanë gjithë mundësinë që të bashkohen me Partinë Demokratike, jo bashkim mekanik. Se shtrohet pyetja, a ka bashkim? Ka bashkim, po bashkimi ka edhe ca kushte. Normalisht do dëgjosh palët. Siç është Asimja me atë. Okej, nëse bashkohen. Dhe unë besoj që Partia Demokratike duhet të jetë lojale me aleatët e vegjël. Që do të thotë? Që do të thotë të ulet, të bisedoj, ti dëgjoj. Po kur aleatët thonë që ne nuk duam Sali Berishën? Ai që nuk do vazhdo rrugën i vetëm. Po pra, kjo është pika që ndahen. Arlin Qori ka nda me njën. Thot va, uzu as për pësën, as për pëdën vetëm. Okej, dakord, vazhdoj, po dhe jetë votuesja që për populli kur të votoj, në zjedhe, ja do vinë për i vit kemi zjedhe, do të shohim si do dalin Shilat Bashkiaka ose kandidat, s'ka rëndësi se që e mendon vetë ai si parti. Por ne po flasim për partitë e mëdha që do të thënë në këto 35 vite kanë dominuar skenën politike shqiptare. Ne flasim për Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Partia Demokratike në këto momente, të thash, është ngjeshja e forcave, dhe është e nevojshme, sepse ka pas përçarje, një luftë brendshme e cila besoj tashmë lufta e brendshme ka mbaruar. Janë bashkuar ata të gjithë? Ja, një minutë, besoj që po, një bashkim lloj mekanik për hir shumë të rreza, për hir të opozitarizmit e tjera. Por Partia Demokratike prap ka problemet të brendshme. Prap kemi Salianin të del për takime, thotë Partia Demokratike nuk ka demokraci të brendshme. Atëherë këtu çdo 6 muaj del një tjetër prap. Ju e kujtoni Partinë Demokratike që çdo qytetar mund të hyjë dalë si dojë dhe të vit japi. Shilla dhe të bëj veto. Po lutem tani Partia Demokratike ka demokraci, ka vullnet, ka vot, ka antarësi dhe zotin e shtëpisë e vendos Partia Demokratike jo qytetarët. Qytetarët vendosin kur votojnë. A ju pëlqen Partia Demokratike? A ju pëlqen lideri apo jo? Gjërat elementare në një parti se unë e di që gjërat elementare të një partie dhe të një shoqate politike është vota e brendshme antarësisë. Lodhen kot tamam. Sali Berisha sa herë doje fiton Partinë Demokratike, më është kot. Nuk ta mbyll derën, por mos ma hajde ti dera është e hapur. Mos ma hajde të vendosësh kushte. Çfarë problemi ka? Po ti si antar mos zotrin, po nuk lejohet fare. Unë e vendos nga perspektiva qytetare. Po çfarë kushtesh ka vendosur Saliani? Saliani çfarë kushtesh ka vendosur? Ka vendosur një kusht Saliani. Jo, pa kushte doli. Po pra, doli pa kushte. Një lëvizje jashtë strukturave inexistente sepse i kishte të gjitha kushtet të bënte çdo lloj aktiviteti politik, thirrje, lëvizje brenda strukturave. Ne e kemi sankcionuar në statut të krijonte edhe një fraksion. Unë këtë skuptoj. Çfarë kërkonte, pse se kërkoi
si antar kryesie që ishte, po pse duhet ta kuptosh ti, por ata që ndjekin. Ky është aksioni. Ata që i vënë në sallë. Pas kush si veten sallë se ata Partia Socialiste i vënë sallë tani. Këtu gabon, ja, këtu ke bërë gabim. Këtu ke gabim. Përmendi kujtimi pak më parë. Kjo është realitet paralel. I njefti ata që vënë në sallë? Po pse ti i njeh? Po patjetër që jo, ti kujton se unë nuk njoh antarët e Partisë Demokratike, ata të njësisë në ku janë kryetari i një fund, ata të kortë si një kryetar. Jo, unë ka kuptuar që asnjëri nga ata s'është antar i Partisë Demokratike, jo. Po duan të bëhen. Jo, ka ca rregulla, nuk bëhet. Çfarë rregulla? Domethënë nuk ka linja e Partisë është rregulli numër 1 në Partinë Demokratike. Antari i Partisë s'ka lidhje, jo, s'ka lidhje me kryetar. Që diskutimet bëhen brenda Partisë Socialiste ti, nuk do i qasësh ti? Jo, mos janë antar. Po jo, antar i Partisë Socialiste nuk futet Partinë Demokratike.